O Lima, hama, që bëha? Si jo TikTokit. TikTok. Se më dole ke TikToku fix. Po bra. Si, pse në TikTok, vëlla? Ti ke qenë gjaj famshëm para, pse në TikTok? Pse morën vesh gjithë mileti kush je ti në TikTok? Me thonë drejtën, nuk s'kom hyrë asnjëherë në TikTok, kupton? Respekt për ata që bojnë TikTok, shokët e mi merren me TikTok, ish shokët e mi më sakt. Nga ata ma kanë përmend emrin, na el posh, limi edhe ja ku jemi. Ja ku jemi. Po ti vetë pse se ke menu me qenë TikTok? Po unë kam angazhime tjera me jetën, edhe nuk e përmbush si aplikacion. Nuk është për ty. Fare. Do me thotë ti njihesh më shumë nga lifestyle-i që ke pas apo nga shoqënia që ke pas? Tani shoqënia është pjesë e jetës. Lifestyle-in është diçka që e ke vetë, lind me të. A kuptova atyllin e ke ose se ke. Pastaj si e menaxhon është komplet pjesë e jetës. Po pra se ti e ke, pra mund ta kesh yllin, mund ta kesh starin, po pastaj varet si lu kartat që dalim aty ku jena tash, a kupton? Që kështu si menon ti, si ke lujti kartat? Çdo njeri nuk është kot aty ku është, kupton, edhe jeta është e gjatë, varet nga hapa që ndjek, dhe nga hapa njihesh me njerëz, programet, punët, projektet, dhe që 13 vjet kemi projekte ndryshme për çdo vit. Do me thonë, njerëzit kanë që ndjekin. Pastaj këto 2 vitet e fundit njerëzit më njohin nga TikToki, po nuk është se unë merr veç aty që s'ka qenë. Vetëm aty që s'do me u njoftë. Tash jo, ndesha me të pyet vëlla, a ke menuar ndonjëherë për shkak të fut në këtë botën e muzikës? Se në klipet kena pa, me thonë drejt ke dal. Me shoqni, siç kena dal gjithë, me shoqni, a kupton? Unë kam kriju ka 5 vite që punoj me një label, kam kriju nga fillimi. Edhe merrem me projekte, me montazhe, me xhirime, me studio audio, edhe nuk dua fare më bë këngëtar, a kupton? Edhe kjo nuk është se më bën të ndihem full, kupton? Po çfarë do të ndihesh full vëlla? Çfarë plotson ty? Mu më plotësojnë arritjet deri tani që kam bë dhe ato që do bëj. Dhe kjo kështu. Kam gjuhë që je fut në biznes për regji, fut edhe po bën në universitetin. Po. Shkollën për regji. Ça viti je tani aty? Viti 3, Marubi. Domethënë edhe pak edhe hoqë domethënë. Po si eksperiencë, se po nga që bëj mrapa, a kupton? Mirë është brez komplet tjetër. A limi të botë detyrat e shkollës, a? Goca Gjona, 3 goca në klasë. Karastis në një klasë shumë, që sa jetë detyrat e shpisë. Paska ju shkollë inxhinierie limi, vetëm 3 goca në klasë e të çuna. Po çfarë projekte ke tani afër? Në një që është pikant, që është i fortë, me kë e ke, kush është? Unë me thënë drejtën po punoj me Bono shoku im. Shumë talent Bono. E përshëndesim Bono, po bukur. Edhe do ta përkra deri sa doj Bono dhe sa duan. Kështu që jemi të hapura për dilla, për gjona, për. Unë desha me të pyet tash se ti, që njihesh për këtë që the dhe çfarë që për lifestyle-in e këto gjona që e ke qef domethënë, se është shumë mirë, gjë mirë, se është respekt për veten. Tash ti ke lind me lek apo je bo rrugës? Me të drejtën kjo pyetje është mund të kapi çdo njeri, ne gjithë vim nga zero, bro. Ne vim nga një shtet komunist. Kupton mas 90-s janë hap lekët, janë hap punët, janë hap gjonat. Edhe u punoj gjithë si familje, si fis, nuk jam vetëm unë, asnjëherë, kupton? Edhe çdo kush e gje veten atë rolin e vet. Gjithë ekip domethënë. Por lekët e mëdha bëhen tani e mrapa. Më përpara deri tani o boça o bo, maksimumi sa shkon dihet pak a shumë, s'po themi shifra. Por tani e mrapa kanë hyrë loj biznesi vërtet. Kështu që hapni syt se Tirana, Shqipëria, bregu i detit, ka toka, ka shtëpia, ka biznese, ka kleringe, ka gjithçka që mund të përfitojmë se janë në vendin tonë, pavarësisht se çfarë bëhet me politikën, me këto gjëra. Limo, ti mirë flet, më shflet shumë mirë, po kujt i thu këtë? Ç'e të japi me klerin? Ky ka i bicikletë me një rrotë, s'ka as 2 rrota, e kupton? Ç'e të japi me klerin? Unë për shembull, ka rastin del zinxhiri rrugë, unë nuk bëj dot pa këtë, kupton? Se këtu duhet mua, sigurisht ju. Ky si duhet dreçi të buri dhe pa ikë, po ta ai është klient, ai nik zinxhiri rrugë, çfarë nga ai kena bërë? Që kur na lën
rrugë që e shoh në malore të rregullu zinxhirin. Apo xhirok, do të se na se i ditë po jepsha bosh kotës po etsa. Po na prish ti më për ti me këto çat bëjmë ti ke lyk kështu. Se na prish atë të gjonat, se për menë shifra çfarë, se the domethënë un kuptova atë që the që demek që boll kena prish, vlla, tash ti hym i botë vetëm me shtu me bo. Sa është kot për kuriozitet, shifra më e madhe që ke prish natë për shembull. Keni shifër kësha pos? Nuk është puna që unë shpenzoj shumë, unë kaloj mirë shumë, si me thonë, mënyra organizimit, mënyra se si del, mënyra kë ke rreth rrotull, bën që kalosh të ndash gjonat, se nuk është puna tani dalim dhe të harxojmë kod aty në ajër. Ka i koha tallavas. Ne jemi me nej bregdet. Po kujt i thuma Olim, pra dhe herë po të palas atje. Palas, njaz. S'keni shifra kështu specifike për shkakun e zëm? Po nuk flasim do të shifra, është se kemi gjithë mrapa. Mirë, me që kujt më noti që i dhe më shumë që ti je i famshëm? I dhem? Po, i dhem. Kujt i dhem? Kush ka i not? Gjithmonë një do kesh kundërshtarët ata që ti rrin me ta. Ata që ti rritesh me ta dhe kalon gjonat më të mira dhe ndan pjesët tua private, kupton? Shoqënia, shkurt, ship, pastër, ish ato se këto, kupton? Gjitha kjo është ata që do të kthehen kundra, sepse nuk ke dalë siç kanë dashur ata. Sepse asnjëri nuk të vlerëson për kush je, kupton? Gjithë të vlerësojnë për një... Për qa ke ose qa dun ata që... Po, jo vetë për mua, se unë shumë funit njëri, si gjithë tjeret jam kupta, po... Po, bravo, dakor për tjetër. Kjo është sensi, paka shumë i jetës, përgjithësisë si nodhë. I pasur dhe i varfër, si do që tjesh. Në qofë se këta persone që su ti, do në dishnin këta le diskutim, le temi, qa do kishe dash me ozon një mesazh ose një... Mesazhi për... Për këta që i dhem, që ti për shumë je këtu ku ti mendon që je okay, domethënë. Unë me të drejtën, I ride alone, edhe nuk po du me dhon asnjë mesazh, asnjëri, sepse se merita asnjëri as me dhon të mirat, as këqijat, kështu që unë jam indiferent ndaj çdo njëri që s'ka ditë me më vlerësu. Shkurt shqip, shef punën tade dhe dhe që jebi gaz për be the best, fuck the rest. Fix fare. You know? Oli, me suksesshëm me femrat prej tipit apo prej lekëve? Pyetje e bukur. Po femrat o bro, asnjë s'ka argë unë që kom lek. Kupto? Po si, kush është stili jote valla? Si shkoti, si një ti me një? Me të drejtën unë kam i çik gjakun e ëmbël, kupton? Okej. Dhe mënyra ime, klasi im, mënyra se si unë flirtoj, mënyra se si dal, mënyra se si kushtoj rëndësi emrave që janë ose muhabeteve që përcjellin këta lloj femrash, më bën të jem i veçantë. Kupton? Dhe nuk kom shpërzijem, bro. Në mëngjes kom atë... Kush është për rutina jote? Rutinën time, kuptoj se shkoj në punë, merrem kom një autosallon, merrem me makina, shes, blej, nxjerr lekët e ditës, në darkë punoj me klipe, projekte, gjona, nxjerr lekët e natës, so do me thonë money never sleep. Edhe natën i prish gjithë dorën gjatë ditës. I sejvojmë, kemi banka, kemi shok, do me thonë, unë nuk jam tip me vese, bro, unë nuk luj bigjoz, unë nuk merrem me prostitucion, unë nuk merrem me lek me interes, unë nuk bëj asgjë dëmshme për komunitetin që na rrethon. Kupto? So disa njerëz më mirë të marrin shembull disa njerëz si puna ime se sa disa njerëz se dinas ku i çon kali, kupto? Jo, bën shumë që e cekë këtë pjesën që nuk merr me bigjoz, lek me interes, çdo gjë, domethënë më thon edhe mesazh të mirë valla, se nuk janë gjëra të mira. E kena bosit tem neve. Se ti e ke ndjek, tem me bigjozit e këto. Ma mirë morim qafe pak fjalë, kupto?